Përmend Sheikhu Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah se shariati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i përsosur dhe i plot në sqarim dhe i ka shfaq argumentet dhe është rruga e qartë. Rruga është, domethënë, e qartë. Dhe këtu e përmend fjalën e Allahut subhanahu wa taala, "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot domethënë u apërsosa juve fen tuaj dhe plotsova ndaj juve dhuntin time dhe jam i kënaqur për juve të jetë Islami për fe. Kjo domethënë, thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, është dëshmi prej Allahut subhanahu wa taala se mesazhin që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wassalam është mesazh i përsosur dhe nuk e ka marr Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përderisa domethënë feja ka qenë e përsosur. Është plotsu feja. Pastaj domethënë ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe në haxhin lamtumirës po ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, u lej juve pas me diçka që nëse kapen ju pas asaj nuk do devijoni, ka thënë libri i Allahut. Libri i Allahut. Dhe vjen më vonë Sheikh Abdul Buhari thotë, dhe çka ka në librin e Allahut subhanahu wa taala? Përmban libri i Allahut domethënë ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë obligueshmërinë për me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe sahabët ridwanullahi alaihim kanë dëshmu në haxhin lamtumirës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përcjellur mesazhin hynor dhe e ka çuar në vend. Prandaj shariati i tij është shariat i përsosur, i gjithëpërfshishëm dhe i vazhdueshëm. Do të thonë i përsosur, i gjithëpërfshishëm dhe i vazhdueshëm. Dhe përmend këtu fjalën e Ibnul Qayyimit rahimahullah, Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, për këtë çështje se pejgamberi alayhi salatu wassalam për çdo gjë që kanë muslimanët nevojë u ka shpjegu dhe për çdo vepër u ka mësu. Që kështu mas pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk kanë ata nevojë për dikë tjetër. Kanë nevojë po për t'ua shpjegojnë, t'ua mësojnë, ama vjen dikush tjetër me shtesa në këtë fe s'kan nevojë. Se nuk ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vetëm se kjo fe është përsosur. A janë ato çështjet që i prekin bazat e fesë, themelet e fesë, ose çështjet së degës. Të gjitha çështjet janë domethënë të përsosura dhe risalja e tij, domethënë mesazhi i pejgamberit alayhi salatu wasallam është i mjaftueshëm dhe i përgjithshëm dhe nuk kanë njerëzit nevojë domethënë për diçka tjetër pos ndjekjes së shariatit të tij. Prandaj domethënë nuk plotësohet, thotë Sheikh Abdul Bukhari, imani i personit në lidhje me pejgamberin alayhi salatu wasallam përderisa nuk beson se risalja e tij është domethënë e gjithëpërfshishme dhe e vazhdueshme dhe e përsosur për çdo vend dhe për çdo kohë. Ato nuk mundemi me thonë, jo te ky vendi ku jemi nuk mundemi këto gjëna me i bë, nuk mundemi e kështu me jo, për çdo vend dhe çdo kohë. Dhe thotë Sheikhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam çdo gjë që ka pas ummeti i tij nevojë u ka mësu. Edhe çështjet e kryerjes së nevojës, edhe çështjet domethënë etika e marrëdhënies mes bashkëshortëve, edhe çështjes e qëndruarit në kamp, ose çështjes e uljes, çështjes e grënjes, çështjet e pijes, çështjet domethënë e udhëtimit, çështjet e qëndrimit, çështjet kur qëndron njeriu domethënë i heshtur, çështjet kur fol, çështjet kur është i vetmuar, çështjet kur është në shoqëri, çështjet kur është njeriu i pasur, se si me qëndru, si me vepru, çështjet kur njeriu është i varfër, çështjet kur njeriu është i smur ose i shëndosh. Për të gjitha çështjet dhe situatat kemi përgjigje të mjaftueshme dhe të bollshme dhe të plota në shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në të gjitha domethënë këto çështje e prek domethënë këto çështje i prekin domethënë të gjitha aspektet e jetës. Nuk mundesh me thonë se kjo pjesa nuk e prek. Jo, s'ka sen domethënë që për vetëm se kemi argumente në fenë Allahu subhanahu wa taala se si me vepru.
Po ashtu edhe çështjet e imanit, ua ka përshkruajtur, ua ka mësuar se çka është el arsh, dhe kursi, dhe melaqet, dhe gjinët, dhe zjarri, dhe xheneti, dhe ditën e gjykimit e kështu me radhë, Dhe po ashtu ua ka mësu se këne kanë të adhuruarin e tyre